Shkolla 9-vjeçare Kolikushën në Pogradec mbylli me këngë, kërcime, buzëqeshje, emocion dhe shumë duar trokitje vitin shkollor 2024-2025 përmes një aktivitetit veçantë artistik që u zhvilluar në Pallatën e Sportit, ideuar dhe realizuar nga mësuesja Almeda Sullollari. Pjesëmarrës ishin nxënës klasave të ndryshme, cilët sollën para publikut një atmosferë të gjallë, të mbushur me ritëm, pasion dhe talent fëminor. Zërat e tyre të ngrohtë dhe lëvizjet plot jetë shpërthyen me duar trokitje dhe zjarta nga të pranishmet. Të dashur nxënës ju uroj pushime të mbara të qeta dhe të mbushura me gëzim. Shihoni këtë kohë për të pushuar, për të rritur dhe për të rikthyer me energji. Në shtator ju presim sërish me forca të reja, me ide të bukura dhe me dëshirën për të ecur përpara, tha në fjalën e saj drejtoria e shkollës Polikseni Thëngjilli. Aktivitetin e ndoqën me interes mësues, prindër dhe nxënës të shkollave të qytetit, të cilët përjetuan një pasdite plot ndjenja dhe frymëzim. Aktiviteti tashmë është kthyer në traditë dhe ka për qëllim të zbulojë dhe nxjisë talentet e fshehura që nxënësit mbajnë brenda vetes, si këngën ashtu edhe kërcimin, duke i dhënë hapësirë të shprehen për t'u ndiher të vlerësuar. Në një moment të veçantë, e pranishme ishte edhe këngëtarja Luiza Mara, e cila duroi një performancë të këndshme dhe të mirëpritur tek të pranishmit. Në përfundim të gjithë pjesëmarrësit u vlerësuan me certifikata mirënjohjeje, sepse në këtë aktivitet të gjithë ishin fitues. Çdo zë që u dëgjua dhe çdo hap që u hodh në skenë tregoi se arti jeton në zemrat e tyre.